يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi takon Allahut azza wa jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne këtu ende jemi duke folur se për vlerën, veçuritë, të mirat, dhuratat që na sjell muji e Ramazanit. Një muj që është i bereqetshëm, një muj për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte shokët e tij, muj që ja rikujtonte vetë pejgamberi alaihi salatu wasalam, ja rikujtonte shokëve të tij vlerën edhe afërsinë ose ato që muji i Ramazanit është afër. Prandaj edhe na kemi fillu pak më herët t'ja rikujtojmë juve se jemi mu në prag të mujit të Ramazanit. Një hadith që e sjell Imam Nesaiu dhe saksoi Sheikhul Albani dhe të tjerë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Atakum shahru Ramadan." Ju drejtoj ke shokëve të vet, edhe i thoj ke o ju shokët e mi, erdh muji i Ramazanit, shahrun mubarak. I thonë që erdh muji i Ramazanit, një muj që është me bereqet i mbushur. Faradallahu alaikum siyamah. Allahu tha, agjerimin e këtij muaji, ky muj erdh me bereqet shumë, por dini se Allahu ja u ka bërë obligim agjerimin e këtij muaji. Tuftahu fihi abwabul janna. Ju thonë se o shokët e mi, prej të mirave me dhuratat që vjen ky muj i Ramazanit, hapën dyert e xhenetit. Hapën dyert e xhenetit gjatë ton mujit. Gjatë ton mujit të Ramazanit, dyert e xhenetit janë të hapura. Prej shumë kuptimeve, në një janë të hapura për një me, pastaj edhe të kanë hapur rrugët ty, të janë lësu rrugët ty për me shku në xhenet. Të janë hapur rrugët dhe të janë lësu ty rrugët për me shku në xhenet. E ke mundësinë e madhe, pse kështu, vazhdon hadithi, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, edhe gjatë tonë mujit janë të mbyllura dyert e xhenemit. 7 dyert e xhenemit janë të mbyllura. Kuptimi i dytë i kësaj fjalës pejgamberit alayhis salatu wasallam është që të jenë mbyllur edhe rrugë për në xhenem. Të jenë mbyllur rrugët, edhe nëse bashkë don me bën një të keq, ki vështirë me bën një të keq. Vazhdon hadithi, wa tughallu fihi maradatu shayatin. E një prej asaj që ty të mbyll rrugët e xhenemit dhe të hapur dyert e xhenetit dhe të hapur rrugë për në xhenet, është se tha pejgamberi këtu se lidhen ata shejtanët e rebeluar, ata që janë më të armiku më i madh i njeriut, tha ai lidhet, prangoset. Tha pejgamberi alayhis salam, "Wa fihi laylatun hiya khayrun min alf shahr." Edhe është arsye tjetër që të janë hapur rrugët ty për në xhenet, dyert e xhenetit të kanë hapur, është se e keni një natë gjatë këtij muaji të Ramazanit, e që është më i vlefshëm se 1000 muaj, më i vlefshëm se 1000 muaj. Tha, "Man hurima khayraha faqad hurim." Prandaj tha ju shokët e mi, ky muaj i Ramazanit me këtë bereqet e me këto të mira e me mbyllje të dyrëve të xhenemit dhe hapje dyrëve të xhenetit e parangosjet shejtanëve krejt këto të mira e një natë sa 1000 muaj, tha kush i hum të mirat e këtij muajit, ai vërtet është i dështuari.
kush nuk i arrit të mirat e këtij muaji pas kërejt kësaj hapje të rrugëve për në xhenet, edhe këto të mira, kush i hum tha nuk i arrit të mirat e këtij muaji, vërtet tha, ai është i dështuari. Pastaj muaji i Ramazanit na vjen me një dhuratë tjetër që na tregoi vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam që si të vjen nata e parë e Ramazanit, vjen një zë prej qiellit. Vjen një zë prej qiellit edhe ju drejtohet njerëzve, që kanë qenë pak edhe ata si njerëz, ju e gjint, po njerëz si të rebeluar. Ose kanë qenë njerëz ju ashtu që shkërkon Allahu dhe pejgamberi, edhe ju drejtohet atyne, o ti që je i prirur për keq, të erdhi mundësia mundal për të keqës ndalohu, e atyne që janë të prirur për mirë. Ata mirë kanë qenë, por donë Allahu edhe me mirë. Vjen një zonë për i qiellit atyre, ju thot, o ju që jeni të prirur për mirë dhe për hajër dhe për të mira, atëherë ju erdhi mundësia me bë të mira edhe me shumë. Kështu tha pejgamberi alayhis në hadithin që e sjellë Tirmidhi ibn Majah. E vërtetoi Sheikhu Albani dhe të tjerë. Tha pejgamberi në fundin e hadithit, wa yunadi munadin kull lejle. Në fillim thirret, por kjo thirrje tha pejgamberi vazhdon për çdo natë. Për çdo natë thirr një thers dhe thot, ja baghi al khairi aqbil, o ti njeri i prirur për mirë, të erdhi mundësia mi shtu të mirat, o ja baghi al khairi aqsir, o ja baghi al sharri aqsir, dhe o ti që je i prirur për të keq, të erdhi mundësia mundal për të këqijave, walillahi utaqa'u minan nar. Jo veç kaq, tha pejgamberi alayhis salam, dhe Allahu azza wa jall gjatë muajit të Ramazanit për çdo natë ka që liran, ka qaste kur liran njerëz prej zjarmit të xhehenamit. Edhe nëse ka qenë filani, X personi ka qenë i shënuar në fletushkat e melekëve që na ndjekin dhe na përcjellin. Ka qenë i shënuar se ai ose melekëve që janë në qiell, ka qenë i shënuar se ai do të jetë prej banorëve të xhehenamit. Mirë po, Allahu azza wa jall përndert këtij muaji. Më dhuratën e madhe që erdhi muaji Ramazanit, përndert këtij muaji i shlyhet, i thot melekëve, ju o melek që keni pasur të regjistruar në fletushkat tuaja, se filani do të jetë banor i xhehenamit, shlyheni përndert të Ramazanit, shlyheni dhe shënoni atë prej banorëve të xhenetit, wa dhalika kull lejle, e tha këtë e ban Allahu azza wa jall çdo natë. Llogaritë për çdo natë ti me qenë njeriu që ke agjeru ditën dhe me qenë me shpresë prej atyre se mos rastisht po më rëkmu qaj o mshirë e Allahut azza wa jall, edhe me i thonë Allahu melekve për ty, se lirajani shlynja se kë nuk do tjetë prej banorëve të xhehenamit. Pastaj, muaji Ramazanit, vëllezër të dashur musliman, muaji Ramazanit është muaji i bujarisë, edhe i bujarisë, edhe i fisnikërisë, i dordhënjes, është muaji i Ramazanit. Na tregojnë hadithet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithherë i tillë, por gjatë muajit të Ramazanit i është shtu pejgamberit alaihi salam bujaria. Kur i vike gjatë muajit të Ramazanit, kur i vike meleku Xhibril, i vike më shpesh edhe ja përsërit ke Kur'anin, edhe ju kthejken Kur'an pejgamberit alayhis salatu wasalam, atëherë edhe më shumë ju shtoj ke pejgamberit asëm vullneti, dëshira për bujari. Tha pejgamberi alayhis salam, në hadithin që vjen prej Abdullah ibn Abbasit, se tha se kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari prej këtë njerëzve. S'kishte ndaj njeri më bujar se pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ai ndoshta edhe ka fshatën e fundit që ai e kishte në shtëpinë e tij, nëse vike dikush për të kërkuar, i thonte dikujt prej antarëve të familjes së tij, kështu mos ka mbet diçka në dollapat e dhomës ose dhomës tonë ose shtëpisë tonë. Mos ka mbetur diçka në dollapa. Dhe rastiske që hyshin antarët e familjes, bashkëshortja e tij, hallakat kanë për dhomën e tij, edhe u kthente ja Rasulullah, valla nuk gjetëm asgjë, por as një senin më të vogël, as një hurmë të vetme
Nuk u gjinte sepse ai nuk e mbante atë, por e merrte ja jepke të tjerëve. Se kështu e zgjedhi pejgamberi alayhis salam, kur u kërku nga ana e Allahut, i tha Allahu pejgamberit, apo dush të jetosh si pejgamber dhe mbret, apo dush të jetosh ti si pejgamber dhe rob, si mbret, edhe ka pas mundësin pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jeton njeriu më i pasuri i asaj kohe. Mirë, po nuk donte i tillë. Ai donte me kanë njeri i thjesht, dhe sa më pak dhe këta pejgamber që kanë kërku një gjë të tillë, peshat, pozitën, vlerën tek Allahu e kanë më të madhe. Dhe në këtë hadith tha se pejgamberi ishte njeriu më bujari. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Edhe në muajin e Ramazanit, tha Ibn Abbasi, tha se në muajin e Ramazanit kur pejgamberi më veç u takoi me melekun Jibril. Meleku Jibril, melek me 600 palë flatra që ja bike shpalljen pejgamberit. Dhe ja ka paspru shpalljen edhe pejgamberëve të mëhershëm. Tha, e ju shtoj ke bujaria. Pejgamberit a.s. Dordhënja, bujaria, fisnikëria, ju shtojte edhe më shumë, edhe pse ai ishte nishi, por megjithatë ju shtonte edhe më shumë kur ai gjatë muajit të Ramazanit e takon të Xhibrilin. Wa kana Xhibril alayhis salam yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan. Edhe i vinte tha Xhibrili pejgamberit për çdo natë i vinte pejgamberit, fe yudarisuhu al-Quran, edhe ju kthente dhe e mësonin bashk, ja mësonte pejgamberit tun dhe ja përsëritte Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu min al-khayr min rih al-mursala. Edhe pse tha pejgamberi aq bojar ishte, aq të mira sillte pejgamberi, sikur që vjen një erë e lehtë, kur e bjen një shi të bereqetshëm dhe të mirë, dhe që i duhet ai shi i bereqetshëm dhe i mirë, i duhet asoj krahine, asoj nahije ati vendi krejt. Kështu tha ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, prej dhuratave tjera që vjen muaji i Ramazanit është se ti si agjerues. Ti si agjerues je prej atyre që Allahu nuk ti refuzon duat e tua. Allahu nuk ti refuzon lutjet e tua. Sa kemi nevojë për që Allahu azza wa jalla më na u përgjigj në sa lutje, sa dëshirat na i kemi të mira, por që ende s'na kanë hin praktika ato, ende s'na u shpërgjigj ndoshta Allahu azza wa jalla, por që shansa është për ty tani, se gjatë muajit të Ramazanit Allahu ti lutesh Allahut, Allahu nuk ta refuzon lutjen tënde. Kështu tha pejgamberi alayhis salam në hadithin që vjen prej Abu Hurajres, e transmeton Imam Tirmidhiu, edhe Imam Mundhiriu thotë është i mirë ose i vërtet. Tha se thalathatun la turadu da'watuhum. Tha pejgamberi sa 3 personave Allahu nuk ja refuzon lutjen e tyre. 3 personave. Kush janë ata? Tha pejgamberi alayhis salam, da'watun as-sa'imu hatta yaftiru. I pari tha prej tyre që Allah s'ja refuzon lutjen, është agjeruesi. Sa është agjer derisa ta prish me iftarin e tij, ai është prej personave që Allah nuk ja refuzon lutjen dhe kërkesën e tij. Pastaj tha wal imamul adil wa da'watul madhlumi. I dyti tha është prijesi, nëse është një prijes i muslimanëve i drejtë, edhe atij Allahu nuk ja refuzon lutjen e tij. Dhe i treti tha është ai që i është bërë zullum. Prandaj kujdes. E para kujdes mos e humb agjerimin pa këtë muaj të Ramazanit pa e agjeru, se je prej atyne që Allah ta pranon kërkesën dhe doën tënde. Edhe e fundit është kujdes mos u bën prej atyre zullumçarëve, prej atyre që ju hin hak njerëzve, qoftë zullumi yt me fjalë, qoftë zullumi yt me vepër, qoftë zullumi yt edhe veç me pëlqim. Prandaj kujdes, sepse këta janë 3 personave që i fundit edhe atij që ti ke bërë zullum, çka ja merr mendja? Kur ai i drejton dur tek Allahu azza wa jall, dhe të Zoti i madhreshëm, filani u bëri mu zullum, asgjë nuk i bëra unë atij, me pa të drejtë u bëri zullum, Allahu nuk ja refuzon lutjen e tij. Pastaj muaji i Ramazanit është edhe muaj që ose agjerimi edhe syfyri që e përmenda edhe poshtë, Allahu e ka veçu këtë muaj të Ramazanit me një syfyri që e ban të dalluar agjerimin prej agjerimeve të popujve të mëhershëm. Shka thonë pejgamberi sa në hadithin që sjell Muslimi.
Thëtë faslu ma bejnë sijamin e sijami ehlil kitabi, akalet suhur. Tha se dalimi mes agjerimit ton dhe agjerimin e atyre popojve të mëhershme është ngrënja e syfyrit. Jo veçka ta, po shpërblimet për ngrënjen e syfyrit edhe mbon stomokun tanë rahat, plus kësojna, tha që Allahu të lëshon edhe bereqet, veç pse je qunë syfyr. Kjo është edhe një veçuri, edhe një dhurat e veçant e mujt të Ramazanit për umetin e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, edhe këto të fundi po e përmendi, muji i Ramazanit qysh ka ardhur gjithherë me dhurata, me keret këto të mira që ka ardhur muji i Ramazanit, është muj në të cilin muj ka zbritur Kur'ani, muj në të cilin ka zbritur Taurati, muj që ka zbritur Zeburi, edhe në muj në të cilin ka zbritur Injili. Këta libra të zbritur nga ana e Allahut, që ja ka zbrit njerëzve, është muji i Ramazanit. Dhe këtë hadith që e përmenda ka sjellë Imam Ahmedi dhe Sheikhul Albani ka thënë është i mirë, i pranueshëm edhe pse ka fjalë zinxhir. Lusmi Allahun azza wa jall të na fal, të na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall për agjeruesve të mirë të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që të hyjmë në agjerim muajin e Ramazanit dhe të dalmi me gjunohe të falura. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.